Në spitalin e Tepelenës janë shënuar disa raste me COVID-19 gjatë muajit prill, duke rikthyer në vëmendje nevojën për kujdes të shtuar, veçanërisht në këtë periudhë me ndryshime të shpeshta të temperaturave. Sipas mjekut pneumolog Shahin Meçe, bëhet fjalë për pacientë të moshave të ndryshme, të cilët janë paraqitur me simptoma të rrugëve të frymarrjes dhe kanë rezultuar pozitiv ndaj virusit. Ende ka raste edhe me Covid, kemi pasur më para muajin e kaluar kemi pasur raste edhe me ndërlikime në Covidi. Më rastet që nuk janë forma të rënda. Kemi pasur edhe këto ditë disa raste me Covid, por janë duke u pasuar vazhdimisht. Po të gjitha ato raste që zgjasin me temperaturë më shumë se 3-4 ditë, dhe që shoqërohen pastaj edhe me shenja të tjera tek pacientët, si dhimbje muskuloartikulare, koll, lodhje, çarkullime gastrointestinale, duhet ju nështrohen edhe ekzaminime tjera, sepse mund të jenë probabilisht mund të jenë edhe e Covid. Po them që 2 muajt e fundit janë më shumë se 10-15 raste që me Covid të verifikuar. Sipas tij, vetëm gjatë muajit prill janë regjistruar rreth 15 raste që kanë kërkuar trajtim të specializuar, ndërsa pjesa më e madhe e kanë kaluar me forma më të moderuara. Mjeku apelon për kujdes të shtuar dhe mos neglizhim të simptomave. Po kujdesi ngelet po e njëjtë për të sëmurët me Covid. Si thash, zgjatja e temperaturës më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiten tek mjekët për marrjen e ndihmës mjekësore dhe së dyti duhet të nështrohen edhe ekzaminime të tjera të cilat çojnë për Covid. Gjendjet me febrile duhet diferencuar midis virozave të stinës dhe Covidit. Në para një muaji kemi pasur edhe raste me ndërlikime të Covidit, edhe pneumoni edhe ndërlikime të tjera, bile edhe një rast me trombemboli, ndërsa tani jemi kthyer në raste normale. Edhe pse situata nuk paraqet rrezik të shtuar për përhapje në masë, autoritetet shëndetësore në Tepelen nënvizojnë rëndësinë e vigjilencës dhe ndërgjegjësimit, sidomos për personat më të rrezikuar.